Dhoma ishte e qetë për një çast, por tensioni qëndronte në ajër. Lufo u afrua drejt Klodit, zëri i tij i qetë filloi të ngrihet pak nga pak, jo nga zemërimi i papërmbajtur, por nga një lodhje e dukshme dhe një dëshirë për të thënë atë që ndjente prej kohësh. Çfarë ke bërë që kur ke hyrë në Big Brother? E pyeti ai, duke e shikuar drejt në sy. Unë kam qenë vetvetja gjithë kohën, tha Klodi, me një ton të qetë dhe të prerë. Nuk ishte sfidë, ishte përgjigje e sinqertë, si një mbrojtje ndaj asaj që ndjente se po kritikohej, por Lufo nuk u bin. Ai tunte pak kokën dhe zëri i tij u ngriu në atë mënyrë që tregon se nuk po fliste vetëm për gjërat e dukshme. Vetëm vetvetja? Tha, duke e parë me vëmendje. Jo, ti nuk ke qenë i vetvetja. Fjalët ranë si një thikë e ftohtë në ajër. Klodi mbeti paksa i shtangur, jo nga ofendimi, por nga mënyra e qartë dhe e prerë si Lufo e kishte shprehur mendimin e tij. Nuk ishte akuzë pa kuptim, nuk ishte debat i thjeshtë. Ishte një përballje e sinqertë me realitetin që ata të dy e ndjenin, por ndryshe, çfarë do të thotë kjo? Pyeti Klodi me zë të ulët, duke tentuar të kuptonte qëndrimin e Lufos. Ai nuk e priste që një kritikë e tillë të vinte kaq hapur. Por Lufo nuk është ju më larg. Do të thotë që ke treguar vetëm pjesën që të ka bërë të dukesh mirë, ose të duket e lehtë për t'u pëlqyer. Por pjesa tjetër. Pjesa që është vërtet ti, ajo nuk ka dalë, shpjegoi ai, duke mos e zgjatur më shumë fjalën, por duke e lënë të rënë në ajër. Klodi u ngrit në këmbë për një moment, duke reflektuar. Nuk ishte e lehtë të pranoje diçka të tillë, por diçka në zërin dhe qëndrimin e Lufos nuk mund të injorohej. Ishte një reflektim që vinte nga dikush që e njihte lojën dhe njerëzit brenda saj, dikush që nuk po kërkonte spektakël, por thjesht të thoshte të vërtetën. Heshtja mbushi dhomën për disa çaste. Muzika e sfondit, të zakonshme të mëngjesit, dukeshin të largëta. Ky moment nuk ishte thjesht debat, ishte një përballje e dy qëndrimeve. Dy perceptime.